Zotri Jakub Bellaqa, faleminderit që pranuat ftesën tonë në Media 60 në Shqipëri për të folur rreth gjendjes ekonomike në Prishtinë. Më saktësisht kemi kaluar plot një vit që kur Kosova nuk ka institucione qeveritare funksionale, kemi një qeverisje në detyrë, mirë po kjo e fundit ende nuk e ka miratuar buxhetin për 2026, duke qenë se nuk e ka asnjë kuvend në përbërje për shkak që tashmë kemi zgjedhjet e dhjetorit që kanë kaluar dhe ende nuk janë krijuar institucionet. Me çka po ballafaqohet ekonomia e Kosovës këtë rast dhe qytetarët në rast që nuk arrihet të krijojnë institucionet për të miratuar buxhetin për 2026? Përshëndetje për audiencën e juaj. Realisht në aspektin ekonomik edhe në vitin e kaluar, thjesht ekonomia e Kosovës nuk ka ecur nëpër trendet zhvillimore dhe nuk I ka rritur objektivat. Gjithashtu nuk ka qenë zhvillimore dhe konkurrueshme dhe nuk ka pas mirëqenie ekonomike dhe sociale sepse inflacioni ka qenë vazhdimisht I lartë, duke përsëritur për shembull që sidomos prej korrikut vitit I kaluar 4.3% krahasim me atë korrikin pra gjithashtu në gusht 4.5, shtator 4.7 dhe në fund 5.3% realisht thjesht inflacioni total. Ndërsa tek ne është një dukuri shqetësuese sepse sa përket inflacionit se ne kemi inflacion ushqimor, është në grupi inflacionit total. Inflacioni ushqimor realisht sipas statistikës zyrtare të ASK-s 2000 vitit paraprak realisht diku 17.2%, ku përfshin produktet elementare bazike, vlerore, të domosdoshme, jetike, të cilat asnjë qenie njerëzore nuk mund të ekzistojë, apo qenie fizike, që ka ndikuar negativisht në mirëqenien ekonomike dhe sociale, ndërsa pagët si në sektorin privat ashtu në sektorin publik shkojnë për shembull një vit ose 2 vite nuk ngritin pagat, të cilat nuk mund me përcjellë inflacionin, disa inflacioni çdo muaj është ngritur dhe çmimet e krahun tjetër çdo muaj ngritur, ndërsa pagat realisht kanë ndikuar negativisht, të cilët s'kan nuk e përcjellë dhe këtë rast kanë ndikuar në dobësimin e fuqisë e blerës, sidomos te kategoritë me tyra të ulta dhe kategoritë me tyra të mesme, pastaj kategoritë me tyra shumë të ulta, kategoritë pensionale, kategoritë sociale, po edhe punësorë sektorin privat dhe sektorin publik që kanë ndikuar negativisht. Sidomos kjo e ka tkurr thjesht fuqinë blerës, sidomos për produktet elementare bazike dhe vlerore, po si faktor ka qenë faktori mbrëmshëm që ka ndikuar, sidomos në vitin e kaluar 16.1% që ka ndikuar ngritja e çmimit të energjisë elektrike, pastaj prap ka ndikuar. Po, mos miratimi I buxhetit ende për 2026, sa rrezikohet që punëtorët të paktën shërbysit civil të mbesen pa paga, ku jemi diku mbi 80.000 familje që janë në shërbim civil, që punojnë në punës të shërbysit civil të qeverisë së Kosovës dhe ata rrezikojnë të mos marrin pagën nga shkurti. E vërtet është thjesht në mosmiratimi I buxhetit të Kosovës në këtë vit, domethënë nga zgjedhjet e vitit të kaluar me 28 dhjetore, thjesht në ekonominë e Kosovës krijon një kollaps ekonomik sektorin privat, sepse dështon kontratat me biznesin, me shtetin këtë rast, gjithashtu edhe pagat, pensionet, mbështetja sociale, gjitha pagesat realisht për shembull shërbim civil mbi 84.000 shërbës civil, 84.000 familje jesën pa paga, pa pensione, pa pagesa tjera të mbështetjes sociale, të gjitha pagesat, atëherë thjesht shteti I Kosovës në aspektin ekonomik dështon, mirë po shpresoj që të formohen institucione sa më shpejt edhe në afatet ligjore, kjo do duhet thjesht edhe si koincidencë është paraqit edhe më presidenti, domethënë zgjedhja e presidentit, mirë po në këtë rast. A do ta vështirësoj kjo pra do thotë krijimin ose miratimin më saktë buxhetit, duke qenë se është me emergjencë edhe zgjedhja e presidentit? Sigurisht edhe zgjedhja e presidentit është si kriter, ku është ligjor, mirë po janë edhe marrëveshjet ndërkombëtare, për shembull në vitin e kaluar 882 milionë euro marrëveshjet ndërkombëtare prej Bankës Botërore, të cilët kanë vetë pa miratuar në këtë rast këto marrëveshje kanë afat ligjor sipas zyres për informim Bankës Botërore në Prishtinë se ka informuar dhe ka sqaruar se deri me 13
13 shkurt të këtij viti realisht është afati për miratimin e këtij marrëveshje, mos miratimi i këtij marrëveshje prap Kosova nuk përfiton në aspektin ekonomik sepse këto marrëveshje të përcaktuara për efikasitetin dhe reformat fiskale. Çka të thotë kjo për ekonominë në momentin kur nuk ratifikohen këto marrëveshje ndërkombëtare? Dhe si shifët në aspektin e politikës ndërkombëtare, duke qenë se këto marrëveshje duhet të ratifikohen kuvend, duhet Kosova të përfitojë këto mjete mirë, po në mungesë të institucioneve ne po i humbim miliarda euro ndihmë, e njëkohësisht po tregojmë një shtet jo serioz. Sa ndikon kjo pastaj në marrëdhëniet e Kosovës me shtetet anëtare ose qoftë në organizata ndërkombëtare që i ka arrit këto marrëveshje? Po realisht nëse nuk e themelojnë institucionet, kjo është edhe Kosova krijon një imazh edhe pabashkësisë ndërkombëtare, thjesht tregon se Kosova ka krizë institucionale, ka mosbesueshmëri institucionale dhe krijohet një imazh negativ për Kosovën për investitorët të jashtëm, ndërsa këto marrëveshje ndërkombëtare për Bankës Botërore janë të destinuar thjesht për efikasitetin apo reformat fiskale, pastaj për reforma dhe për në aspektin ekonomik për rritjen e konkurrueshmërisë ekonomike, sepse thjesht një ekonomi zhvillimore dhe ekonomi e lirë tregut duhet të ketë konkurrencë që produkte dhe shërbimet, sepse konkurrenca krijon kualitet në produkte dhe shërbime dhe ekonomia e lirë tregut të zhvillohet nëse ka konkurrencë. Gjithashtu janë të destinuar edhe për ekonominë e gjelbërt, nëse Kosova i përfiton këto edhe në aspektin ekonomik, ekonomia e gjelbërt ndikon pozitivisht që të rritet. Dhe më thënë kjo për ekonominë e Kosovës, gjithashtu edhe një marrëveshje tjetër është nga ndërkombëtare 120 milionera që është për zhvillim të ekonomisë së Kosovës, thjesht 120 milionera dhe marrëveshjen rrezikon që të dështojë nëse nuk miratohet buxheti brenda afatëve ligjore dhe këto marrëveshje nuk miratohen nga 2/3 të deputetëve të Parlamentit të Kosovës këto marrëveshje, thjesht bolli ekonomia e Kosovës dëmtuar vitin e kaluar, unë kisha sugjeruar se sa më shpejt në themelojnë institucionet të qendrore, në mënyrë që ekonomia e Kosovës, qoftë sektori privat, qoftë sektori publik, thjesht mos krijoni kollaps, mos dështon në aspektin ekonomik, sepse me legj është një thjesht buxhetit kaluar vetëm për janar dhe shkurt ka mjete buxhetore që shërbes civil paguhen, gjithashtu mbështetja sociale, gjithashtu edhe kategorisë pensionare. Por nëse nuk miratohet buxheti brenda afatëve ligjore, brenda këtij muaji realisht edhe thjesht Kosova rrezikon që jo vetëm që mos miratohen këto marrëveshje, mirë, po rrezikon që gjithë shërbimet civile dhe gjithë pagesat, gjithë kontratat të cilët i ka agjencionet, regulatorët, të cilët i kanë thjesht me sektorin privat, gjitha marrëveshjet, kontratat mes shtetit si organ shtetëror dhe operatorëve private realisht dështojnë dhe krijohet edhe në sektorin privat krijohet një çrregullim, thjesht krijon kosto sepse obligimet ka shi shteti nuk mund të paguhen, nuk mund të kryej obligim ka shi edhe sektori privat, andaj duhet që duhet të respektohen domosdoshmëritë ligjore, kriteret ligjore dhe kriteret tjera të cilët janë përcaktuar thjesht nëpër kontrata me sektorin privat, andaj duhet që ketë seriozitetin e nevojshëm dhe fleksibilitetin e nevojshëm institucionet përgjegjëse, qoftë qeveria, qoftë parlamenti të kryejnë obligimet e veta ka shi qytetarët. Kemi pasur premtime gjatë fushatës zgjedhore, mirë, po kemi edhe një vendim të qeverisë në detyrë që ka ngritur tashmë pagën minimale dhe që nga korriku 2026, pra nga kjo verë do të kemi pagën minimale rreth 500 euro bruto. Sa do të përballojë buxheti i Kosovës këtë pagë minimale dhe a është kaq e duhen kjo shumë, sepse kemi pasur protesta që realisht kanë kërkuar pagë më të lartë se sa 500 euro të jetë fillestarja. Si e shihni ju, si e komentoni?
Po paga minimale është me një vendim të qeverisë nga janari është marrë vendim që 425 euro ka një fuqi, ndërsa nga kurriti 500 euro. Kjo pagë minimale në vlerë për 500 euro është edhe para 2 vite është kërku, është vënë mirë, po ma mirë vënë se heq, nga absolutisht mirë, po thjesht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme i përballon këto gjithashtu shteti që asnjë pagesë në qoftë sektorin privat edhe gjithashtu edhe në sektorin publik do duhet që në këtë vlerë që mos paguhen realisht. Kjo mirë për ndërmarrjet që janë shumë të vogla, mikro-ndërmarrjet është e papërballueshme sepse do të ndikon te mikro-ndërmarrjet, do të ndikon që thjesht mos t'i raportojnë qoftë shpenzimet, qoftë çarkullimet, qoftë punëtorët mos t'i raportojnë, domethënë informaliteti të këtu ndërmarrje sepse nuk mund me përballuar. Ndërsa ndërmarrjet e vogla të mesme ndikon thjesht mund me përballuar, edhe është hap pozitiv në këtë aspekt, mirë po edhe pse hapi i vënë është hap pozitiv, sepse paga minimale do duhet edhe para 2 vite është caktuar, që të është kërkuar dhe nga instrumentet, nga organet përgjegjëse, qoftë odat ekonomike, qoftë komuniteti i biznesit, gjitha strukturat apo me kompetencë profesionale ekonomike kanë kërkuar që të rritet kjo pagë. Mirë, po unë e shoh si hap pozitiv pse të vënuar. Arsye pse thjesht në 2 pjesë që është ndodhur, një pjesë nga janari, domethënë 425, edhe 500 edhe nga kurriku, thjesht kjo është kalkulimi politikave të brendshme thjesht të qeverisë, arsyeshmëritë e veta ka duhet. Kështë qenë mirë me bë transparent, po prapë kjo arsyetohet. Ndërsa unë e shoh që paga minimale është vendim i duhur dhe pozitiv, mirë, po do duhet që edhe pagat mesatare do duhet ngritën për shkak se inflacioni, çmimet është e papërballueshme, gjithashtu do duhet edhe sektorin privat do duhet që të ngritin gjitha pagat. Kjo në sektorin privat ndikon pozitivisht ato ndërmarrjet e vogla të mesme që i përballojnë që asnjë punëtor nën pragun e 500 euro që mos ta bëni pagesë, sepse nuk është e lehtëshme organet përgjegjëse si atë KRS që është përgjegjëse realisht për këto, thjesht ndikon që të jetë më kompetente edhe të kontrolloj këto bizneset e sa po zbatohet, gjithashtu kjo me pagesën e pagës minimale 500 euro thjesht në buxhetin e Kosovës shkojnë të mirë të buxhetore që ndikon pozitivisht, edhe ndikon edhe në zbutjen apo zvoglimin e informalitetit, sepse ka shumë nëpër bizneset të cilën ndoshta pagën e ka qoftë në ndërtimtari, sidomos po qoftë në IT që janë në sektorët më të zhvilluar apo sektorë tjerë, disa sektorë që pagat ndoshta janë mbi 1000 euro apo 1000 euro mirë, po ka deklaruar deri me tash 350 euro, sot do pak kjo e zbut situatën dhe zvogëlon informalitetin, ndikon pozitivisht. Unë kisha sugjeruar që thjesht mbështetjes si ekonomia publike ashtu private duhet mbështetet nga shteti me ligjet më të mira që ta arrit eksportin më shumë, ta arrit prodhimin e brendshëm, ta zvogëlojë importin, sidomos për produkte elementare bazike, të cilët ne jemi 80% ekonomi konsumuese, ndërsa 20% jemi prodhuese dhe eksportuese, andaj edhe inflacioni, çmimet, jemi ekonomi ndërvarre sa i përket në ekonominë të rajonit. Zotri Billaqa, shumë faleminderit që pranohet ftesën tonë dhe miru takofshim në intervistat tona të radhës. Jeshtë të kënaqësi, ju lutem.